Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek fetavat e Sheikhul Islam Ibn Taymijes. Kemi arritur tek ndarja e burrit nga ana e gruas. Nëse gruaja e urren burrin për sjelljen e tij të keqe apo diç tjetër nga cilësitë e tij, ndërsa ai e do gruan, domethënë gruaja pe urren burrin, mirë po burri pe don. Kjo në disa aspekte nuk është e pëlqyer. Ebu Talibi tregon nga Imam Ahmedi se ka thënë, nëse gruaja e urren burrin, ndërsa ai e do atë, nuk kisha thënë të kërkoj ndarje, por duhet të bëj durim. Le të bëj durim, le të bëj dua tek Allahu subhanahu wa taala, sepse ndori ka Allahu azza wa jall. Nëse bën durim, Allahu subhanahu wa taala pastaj e shton dashurinë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. E ndara nga burri pas kërkesës së saj, i deti i saj është një menstruacion. Më thonë, na e dim vllazni që duhet mi prit i detin 3 menstruacione, apo kur e ndan burri. Mirë po nëse gruaja kërkon divorc, gruaja që është shumë e rëndë, apo po në raste specifike kërkon, atëherë i deti që kjo pritja është një menstruacion. Ndarja gruas nga ana e burrit apo talaku. Te shehu thot, ndarja gruas nga ana e të dehurit nuk konsiderohet. Nëse është në ndikimin e alkoolit, burri i saj nuk pranohet sepse nuk din se çka po flet. Kjo çështje është serioze, puna e ndarjes është çështje serioze. Nëse njeriu arrin në nervozizëm të madh, shumë është i nervozuar, me të cilën i kalon mendja. A ki vrejt për shembull kur njeriu është në nervozizëm e madh, flet djathë të shmajt hiq pa kujtu, mase i thot o falem se valla isha në afekt. Nga ky njeri nuk është e konsideruar ndarja e gruas, nuk i mirët për bazë. Siç ka ardhur në hadith pejgamberit alayhis salam, gjykatësi kur është i nervozuar apo mos gjykoj, sepse u mendja, bën padrejtësi subhanallahu. Është detyrim, thot, të urdhërohet gruaja me namaz nëse nuk falet. Është detyrim ndarja nga ajo gruaja nëse nuk falet. Domethënë është detyrim të urdhërohet gruaja me namaz nëse nuk falet. E është detyrim ndarja nga ajo grua nëse nuk falet. E këshillon, nëse s'falet atëherë, domethënë duhet të ndahet sipas Sheikhul Islam Ibn Taymijes. Ndarja e gruas nga personi i detyruar me dhunë nuk pranohet. Me thonë, me dhunë s'pranohet. Ndarja e gruas në menstruacione është e ndaluar dhe nuk është e vlefshme. Po gjatë kohës menstruacioneve kur është, sipas shariatit nuk lejohet mi thonë ti je e ndame. Ndarja përmendur 3 herë së bashku apo veç nuk llogaritet vetëm se një ndarje. Për shembull, dikush për nervozizmit apo që se don me nda, edhe thot ti e ndame. Sepse 3 herë e dim na që s'lejohet më kthy mas 3 herësh. Mirë, po kjo llogaritet një, sepse është procedura ajo, duhet me prit i deti, pastaj mundo. Ndot, pastaj nëse kthehet vjen herën e dytë, apo herën e tretë, pastaj nuk kthehet më. Kush betohet me ndarjen e gruas rrejshëm, duke e ditur vetveten se gënjen, ky nuk ndahet nga gruaja. E as që duhet të paguaj dëm shpërblim, sepse ky është si të përbetuarit rrejshëm. Ndarja me anë të alegorisë nuk pranohet. Domethënë, duhet më kon fjalë të qarta, përveç se me qëllim apo argument të qartë se do ndarje të sigurt. Veç thjesht me aludime kështu, nuk ka në këtë çështje, duhet më kon i prerë me fjalë të prera që nënkupton sakt ndarjen. Nëse njeriu e lën njërin nga gratë e tij, pastaj nuk i kujtohet apo nuk e ka caktuar cilën, hedh short mes tyre. Ka njerëz tillë, subhanallahu, edhe pse pak çesharake apo më thoni ka 4 gra, edhe tash don me nda njërin dhe ka harru tash cilën me nda. I shkreti. Edhe te 4 gratë mas ne të shkretat aty njëna e han tash. Aty edhe duhet me hedh short. Bëva që se ka pas hiç një ataj për atë tjetrën, po hedh short edhe e ndon atë grua. Pikë tjetër kemi kaptinën e betimeve. Nëse njeriu i thot tjetrit pasha Allahun do ta bësh këtë, pastaj ai nuk e bën atë, nuk e ka thyer betimin nëse ka pasur për qëllim ta respektoj atë, e jo ta urdhëroj.
kush betohet se nuk do të veproj diç, për shembull betohet thot vallai nuk kam me bë këto, pastaj e vepron nga harresa apo nga patituria, nuk e ka thyer betimin, thot, ndërsa betimi i tij vazhdon. Është rregull të shiu se nuk ndikon në veprën e ndaluar nga ajo vetëm se me jo harres, dituri dhe qëllim. Nëse betohet që këtë nuk ka me bë realisht e bën, mirë po haron nga harresa, nga patituria, atëherë betimi vazhdon me betimin. Pastaj, nuk ka të keqe për atë i cili betohet se do të bëj diç, pastaj haron apo nuk e di. Është rregull të Ebul Abbasi Bedini ibn Taymije rahimahullahu taala se betimet ndërtohen sipas qëllimeve e jo fjalëve. Ka raste të caktuara kur ndonjëherë njeriu e shpreh diçka të kundërtën e asaj që beson edhe mendon. Nuk i mirën fjalët për bazë, por se duhet, domethënë, qëllimet t'i dihen personit. Pasuesit e traditës i bartin domethënjet e betimeve në realitetin e traditës. Fjalët e shariatit bartin realitetin e shariatit. Domethënë, çka pasuesit e traditës, domethënë vendalive apo tradita, i bartin domethënjet e betimeve në realitetin e traditës. Pastaj thot, fillimi i ndarjes mes burrit dhe gruas nuk është detyrim të publikohet. Më thonë, nëse në fillim për shkak ti thuje ndame, edhe pret ato, më thonë që janë i deti, si fillim nuk e përhap, nuk e publikan. Pse me rujt, subhanallah. Dhe subhanallah, sa i mëshirshëm Allah azza wa jalla është që personi i thot gruasve ti je ndame, edhe është periudha i detit që ajo rrin tek shtëpia e burrit. Më thonë rrin një periudhë caktuar te shtëpia e burrit. Gjatë kësaj periudhe, nëse bën marrëdhënie, me njëherë rikthehet, pas një problem. Nuk ka nevojë me thirr burra asana në tmi, thjesht kthehet për njëherë. Bëhet gruaja e ti. Më thonë kjo subhanallah për mos me bë publike, me thonë ndova unë. Apo sepse është pak e rëndë edhe për gruan, po edhe për këto njëkohësisht. Pastaj thot kaptina e kthimit të gruas, të flesh me gruan pas ndarjes kthyese, është kthim i gruas, apo kthim i gruas. Domethënë pas ndarjes kthyese, është e para dhe e dyta, sepse të tretën më nuk kthehet ajo, vetëm nëse martohet me dikonin, ai nëse e lëshon, pa marrëveshje paraprake, se disa e kanë bë kishe, i kanë thonë mas, domethënë ndarjes tretë, ndarja parë, ndarja dytë është bë, ndarja tretë është bë, mas ndarjes tretë zguzon me kthy, çka bën? Thot hajtë se bënë një marrëveshje kishe e martuti me filonin, dhe ai filoni mas e mi thonë ti ndaje, e pas të unë e marrë jo, duhet më thoni sakt. Nëse ai me të vërtet do në me da, atër ti e marrë, s'ka ai garë këto. Ky është mendimi e Ebu Hanifës, rahmetullah alejh, transmetim nga Ahmedi, të Shafiu nuk llogaritet kthim. Nuk pranohet thot asesi kthimi i gruas te burri pas ndarjes me fshehje. Pas ndarjes thot me fshehje. Domethënë në atë kontekstin, nëse ndahet tamam mo, apo tamam nëse ndahet, normalisht atëherë paraqitet publikisht. Jo tek procesi i parë që e tham aty. Duhet patjetër të lajmëroj lënien përfundimtare apo të marrë dëshmitar se e kthen, apo gruaja të kërkoj ndarje. Ai i cili thot gruas së tij, ti je për mua si shpina nënës time, mudhahir, duhet paguaj dëm shpërblim pas marrëdhënies me gruan. Sipas Ibn Taymijes, dëm shpërblimet e përgjithshme të papërcaktuara nga shariati caktohen sipas traditës në sasi dhe lloj. Domethënë secili e ka atë dëm shpërblimin sipas vendit ku ai jeton, apo sipas vendit bëhet ku vendit, e na e kemi një fjalë turp popullore. Gruaja e cila i ka humbur burri i saj, luftë përpara, nuk është sikur sot që ka telefona, ku e dione, përpara me muaj të tërë kanë shku, kanë luftu. Thot i ka humbur burri, thot e pret 4 vjet. Pastaj thot pret i det, ai procesi i ndarjes, të vdekjes së burrit, pastaj mund të kërkohet nga ndonjëri. Ky është mendimi i Omerit radhiyallahu anhu dhe i disa sahabeve të tjerë. Periudha e detit është që nuk lejohet mu martu gruaja në çat proces, derisa të ndahet. Nëse burri i saj i parë vjen pasi gruaja martohet me dikë tjetër. Çfarë thash? Nëse burri i parë apo i saj vjen pasi gruaja martohet me dikë tjetër.
ai zgjedh mes mehrit dhe gruas së tij. Më thonë duhet me zgjedh mes mehrit apo gruas së tij. Tjetra, ajo e cila kërkon ndarje nga burri, i detin e ka një menstruacion që shtam edhe më herët. Gjithashtu, asaj së cilës i prishet martesa dhe e lëshuara për të tretën herë nga burri, thot nuk duhet pritur i det vetëm se një menstruacion. Dhe më thonë edhe kjo, mas tretës, e pret vetëm një menstruacion, ndërsa të parën edhe dytën i ka 3 menstruacione. Pastaj thot, femrës së cilës i është ndalur menstruacioni dhe nuk di se pse i është ndalur, nëse e di se nuk do t'i kthehen, i detin e bën me muaj, thot përndryshe pret 1 vit. Tash e kemi kaptinën e gjithdhënies edhe kaptinën e shpenzimeve. Kaptinën e gjithdhënies thot pranohet fjala e gruas së njohur me drejtësi se i ka dhënë 5 herë gjy filanit. Pra, si pas mendimit më të vërtetohet dispozita e gjithdhënies. Dhe e bëhet për shembull, bëhet non e gjinit, apo dhe nuk lejohet mu martu pastaj, domethënë fëmijët e tyre. Nëse jepet gjy të madhit, vërtetohet ndalesa për martesë. Nuk lejohet mu martu. Gjithashtu nëse është për person që ka nevojë të madhe për hyrje tek ai grua, argumenti është salimi të rovit e Ebu Hudhaifës. Pastaj kemi, siç tham, kaptinën e shpenzimeve. Kaptina e shpenzimeve thot fëmia i cili ka pasuri duhet të shpenzoj në ruajtjen e babait të vobekt dhe të kujdeset për gruan e babait dhe vëllezërve të tij të vegjël. Do më thonë fëmia i cili ka pasuni e ka obligim me i shpenzu ruajtjen, do më thonë me shpenzu në ruajtjen e babait të vobekt. S'ka mundsi babai vobekt me punu, edhe më kujdes për gruan e babait dhe vëllezërve të tij të vegjël. Burri e ka detyrim që të shpenzoj për gruan një sasi pasurie sipas traditës. Qysh është tradita tek ne, atë sa ka mundësi, paguan me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Ai nuk e ka detyrim t'i jap pasuri të cilën do që ajo ta ketë në duart e veta. Pastaj thot, nëse ka polemik rreth shpenzimit, fjala më e vërtet është ajo fjala që përputhet me traditën e vendit. Ka raste, vllazni, kur burri nuk i jep gruas. Është, më thon, thjesht nuk i jep gruas. Atëherë në kësi raste lejohet gruas që t'i merr burrit për nevojat e veta pa lejen e burrit. Gruaja lejohet me shti dorën tek xhepi i burrit, tek rrobat e burrit apo tek kuleta e burrit dhe ti merr parat atë sa ka nevojë, jo më shumë të bëj dome apo edhe ti merr pa asnjë problem që shkon në tekstet sheriatike. Pastaj thot e lëna gruaja ndar për gjithmonë nëse është me barr për të burri e ka detyrim të shpenzoj për shkak të fëmijës. Thonë edhe nëse e ki ndati, fëmijën ti du të me jakëshyr deri me një moshë të caktuar dhe në bylyk pak a shumë, sepse nuk ka mundësia e me e shiku, me e këshyr. Ajo gru është, ti e obligun fëmijën me e shiku. Edhe sipas ligjeve të këtuj, dhe më thonë ligjeve jo islame, është e parapar që duhet me e shiku, dhe më thonë fëmijën me e ushqy. Dhe për fund e kemi nëna e ka detyrim t'i jap qumsht fëmijës me kusht nëse është me burrin. Megjithatë, asaj nuk i takon pagesa normale për këtë, por mjafton që ai të shpenzon për të edhe për veshjen e saj sipas traditës në vend ku ai gjendet me të mirë. Të më thonë gjendet me të mirë, normalisht pasuria na e dim vllazni që pasuria e gruas është pasuri e vetja personale. Mirë, po na e kemi tradit, elhamdulillah, për mos me shkaktu polemika, probleme, atër nëse gruaja punon, normalisht i përzin pasurit në mes vete, edhe ndërtojnë diçka, bëjnë diçka për familje. Kështu e kemi na traditën, nuk ka asnjë gjë të keqe, thotë edhe Sheikh Albani rahimullahu taala.
Bile njihet ma komot nëherë gruaja thot që merr i parët, domethënë ti udhëheci i shtëpisë, veç unë të kallxoj ti shkruaj gjëra çka mi ble, edhe nuk du mu lodhur në këtë aspekt të menaxhimit. Apo thjesht e marrën një rrok, e kam një rrok caktuar, bëne, domethënë i bashkojmë pasurinë edhe jetojmë ashtu siç duhet pa asnjë problem. Sepse shumë kuleta pastaj ndodhin problemet, lindin problemet, jo e bleta, jo se bleta, kështu që te ne kjo është traditë shumë e mirë, që nuk ka asnjë problem dhe nuk bie ndesh, domethënë me fenë Allahut subhanahu wa taala, sepse ka një lloj marrëveshje paraprakisht mes burrit edhe gruas, deri në takimin e radhës me kaptinën e krimeve edhe veprave penale, pastaj kemi kaptinën e ekzekutimeve dhe dënimeve, pastaj kemi kaptinën e felënsit, murtedit, kaptina e xhihadit, kaptina e lidhjes marrëveshjes për paqe, kaptina e marrëveshjes me kaftirët që jetojnë në shtetin islam, e kështu me radhë. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.